Po mirë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam a ka folë diçka për sa i përket diturisë? Profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, pra vazhdimisht porositë e tij ishin për diturinë. Për shembull, i vjen një herë njëri prej sahabëve. I vjen si pra kërkuesi diturisë për të mësuar fen. Profeti alayhis salam e mirëpret. Marhaban, thot, mirë se erdhe o kërkuesi diturisë. Ndërsa në një hadith tjetër thot profeti alayhis salam: "Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman", kush ndjek një rrugë për të kërkuar dituri, thot, Allahu i lartësuar për shkak të kësaj rruge që ky ndjek, do t'ja lehtësoj rrugën për ku? Për në xhenet. Një herë, njëri udhton nga Medinja drejt Shamit. Shkon për të takuar njërin prej shokëve të profetit alayhis salam, Abu Darda. Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Kur shkon ke ky sahab, i thot kam ardhur për të pyet për një hadith profetit alayhis salam. Abu Darda i thot, po është distancë tepër e madhe, Medinja me Damaskun, pra është. Thot, ke ardhur vetëm për këtë gjë, thot? Nuk ke për shembull ndonjë tregti, jo, thot, kam ardhur vetëm me të pyet për këtë hadith. Pra, kërkuesi diturisë. Atëherë Abu Darda i thot e ka dëgjuar pra profetin alayhis salam. Se ka thonë, kush ndjek një rrugë pra për të kërkuar dituri, Allahu i lartësuar për shkak të kësaj rruge që ky ndjek, do t'ja lehtësoj një rrugë për në xhenet. Më pas vazhdon hadithi, ku profeti alayhis salam thot me lajket i shtrin krahët e tyre për kërkuesin e diturisë. Dhe për njeriu e dijes kërkojnë falje çka kanë qiell dhe në tokë, madje edhe peshqit në det. Dhe më pas profeti alayhis salam përmend thot, njerëzit e dijes janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Pejgamberët, thot profeti alayhis salam, nuk kanë lënë trashëgimni dinar dhe dirhem, por kanë lënë trashëgimni diturinë. E kush e merr ato? Pra kush e merr diturinë, që e mëson, e vendos ato në praktikë, se nuk mjaftohet vetëm e mësove përmendesh, kompjuter. Nevojitet edhe praktika. Pra kush e merr diturinë, ai ka marrë, thot, pra hisen e plot. Ndërsa në një hadith tjetër, profeti alayhis salam thot: "Men yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Kujt Allahu i lartësuar ja do të mirën, ja mundëson atij të kuptoj fen. Vjen në një hadith tjetër, thot nuk ka zili, nuk ka hased, përveç se në dy gjëra. Një njeri i cili Zoti i ka dhënë pasurinë, dhe normal pra, kuptohet për hadithet që ai e shpenzon ato, ja jep hakun, ashtu siç duhet. Dhe thot, dhe një njeri të cilit Allahu i ka dhënë el hikme, pra dijen, dhe ai thot gjykon me të dhe u mëson atë të tjerëve. Kjo është pra ajo që zilia për të mirë ose hasedi për të mirë, që njerëzit duhet garojnë ta kenë zili njëri tjetrin për këtë gjë. Profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht pra nxiste për kërkimin e diturisë.